Të nderuar pjesëmarrës, unë jam Eva Gjura, me profesion gazetare. Jam shumë e lumtur që më besua mu prezantimi kësaj konference historike. Unioni i Shoqatave të Bulqizës sot na ka ftuar të marrim pjesë në këtë konferencë historike shkencore, organizuar me rastin e 100 vjetorit të shtërimit të Dibrës së Bulqizës nga pushtuesit serb për periudhën 1912-1921. Janë plot 9 vite luftë, masakra të përgjithshme mbi popullin e pafajshëm. Sot me ne do t'jenë mjaft studiues, profesorë dhe historianë, të cilët do të hedhin dritë për këtë periudhë të rëndësishme historike. Pa dashur të humbas shumë kohë, ftoj profesor Baram Xhafa, i cili do të referojë për temën Lufta e Dibranëve ndaj pushtuesve serb, e cila ushtri në çdo krahin me qendresë popullore historike dhe që arriti të shlirojë Dibrën nga pushtuesit. Fjala për ju, profesor. Përshëndetje gjithëve. Unë kam bërë disa herë shumë punë për këtë ngjarje. E bëna në variantin e parë, variantin e dytë, variantin e tretë. Mora vetëm një përzgjedhje të vogël për rëndësinë e betejës së Lanlurës më 28 tetor 1921, vetëm për rëndësinë. Por, si një paragraf hyrës, kam vënë një kushtim. Se pari me rastin e këtij 100 vjetori, dua t'i bëj homazh 2 heronjve që ndryshuan me shkëlqim kapitullin e fundit të kësaj lufte, duke rënë për atë dhe si herojt e motit. Ramadan Islam Sherpja, nga Dardha, në mes të korrikut 21, dhe Abdullah Ibrahim Cara nga Reshi të Guri i Shqipës me 26 tetor 1921. Të parit, i ra një plumb mu në lullet të ballit, në lullën e moshës dhe të pjekurisë burnore, 41 vjeç, që as titullin dëshmor nuk e gëzon. Me çfarë dëshmie tjetër më të rëndësishme e më të shenjtë mund të dëshmonte ky burr malësh se sa me gjakun dhe jetën e tij për të merituar titullin dëshmorja të dheut? Qemi në bijtë të tij vatani që artikulojmë, shajmë e lëvdojmë tash pas 100 vjetësh e para 100 vjetësh, gjithë fare ideologjizma të huaja, fashizëm, antifashizëm, komunizëm, antikomunizëm, në 1000 variantet e tyre, dhe nuk vlerësojmë herojt e vërtet të atë dheut, një hipokrizi, një pizevengëri, haram. Themi të tema jonë. Betejë e Lanlurës me 28 tetor 21 i dha fund periudhës së gjatë të intervencionit ushtarak jugoslav që filloi në tetor të 18-ës dhe mbaroi me 10 dhjetor 1921. Kjo ndërhyrje ushtarake e armiqve historik të shqiptarëve nxiti në të njëjtën kohë një luftë të brendshme civile midis tyre. Mercenarët shqiptar që u vunë në mbështetje të forcave serbe u hodhën kundër forcave kombëtare të shtetit shqiptar që pas kongresit të Lushnjës sapo hidhte 7. Betejë e Lanlurës pati një rëndësi të madhe sepse 1. Kjo fitore pati ndikim shumë të madh në arenën ndërkombëtare. Duke qenë se qeveria jugoslave po e thellonte shmendurisht agresionin e saj në Shqipëri, edhe kryeministrit angles Lloyd George ju sos durimi. Serbët po e tepronin në thojza zullumin e tyre me shqiptarët dhe po e mbanin peng Ballkanin, ashtu siç po e mbajnë edhe sot vatër lufte. Prandaj kryeministri angles u drejtua Këshillit të Lidhjes së Kombeve me një notë për të marrë në shqyrtim gjendjen në Shqipëri. Ndërkaq, më 9 nëntor 21, konferenca e ambasadorëve në Paris e pushoi luftën mbi 3 vjeçare
të pashpallur të Jugosllavisë me Shqipërinë. Por, për të mos ja prishur qefin, Serbisë, Anglia dhe Franca korrigjuan kufit e saj e kësaj të fundit duke i hequr fashat e tjera, një lëkurë tjetër berri në dobi të shtetit serbo-kroato-sloven të Jugosllavisë, duke i dhënë kësaj të fundit një pjesë të krahinave të Lumës, Hasit, Godobordës, me një popullsi prej disa mira frymësh shqiptar. Dibrës kësaj radhe ju shkëputën fshatat Hotishan, Zepisht, Drenok dhe Modriq. Vendimi këto që ishin kundërshtim me konferencën e ambasadorëve të Londrës 12-13. Gjyq mbi gjyq nuk njeh kanuni shqiptar, por për Lloyd George dhe Clemenceau njeh edhe gjyq mbi gjyq. 2. Betejë e Xhanxhurës i dha fund ndërhyrjes ushtarake jugoslave. Orvajtet e saj për të ndryshuar kufit si pas të quajturit kufi strategjik të ushtrisë jugoslave, qafa e përvallit, qaf buall, qaf mur dhe qaf gëlqere dështuan. E cilësuar se agresore ndaj Shqipërisë, Jugoslavia u detyrua më në fund t'i largonte ushtrit e saj nga territoret e pushtuara. Me 10 dhjetor 21 nga territori i Dibrës dhe i gjithë Shqipërisë politike, u larguan ushtarët e fundit të Jugoslavisë. Atë ditë flamuri kombëtar u ngrit në pikën kufitare të Blllatës. 3. Bashkë me të ju dha fund edhe veprimtarisë mercenare në Dibër, luftës lavdhase që ndaloi rrjedhjen e gjakut të shqiptarëve dhe lehtësoi funksionimin normal të shtetit të ri. 4. Gjithashtu mori fund edhe veprimtaria armiqësore e kapitanit Mirditës. E kthyer në gangren, Mirdita u qetësua tashmë dhe u bashkua natyrshëm zhvillimeve unitare politike e shoqërore të shtetit kombëtar shqiptar. Me këtë rast, duhet të bëjmë një korrigjim të historisë. Kur filloi intervencioni ushtarak jugoslav në 18-ën, forcat e sadiste që u vunë në shërbim të okupatorëve serb drejtoheshin nga një treshe shumë e fuqishme veriore, të Shqipërisë veriore. Halit Leshi për Dibrën, Alush Lohja për Shkodrën dhe Alush Aga për Lumën. Alush Aga Lumën. Në fillim të këtyre ngritjes antiserbe dhe të Dibrës dhe të Nahijës, Alush Aga i Lumës mori një letër nga Zogu, dorëzuar nga Mus Prensi nga Resi i Dibrës. Ndryshoi qëndrim ndaj serbëve, dorëzoi armatimin që kishte marrë prej tyre dhe shkoi në shtëpinë e vet. Halit Leshi, i cili ishte lidhur me Arif Hikmetin në vitin 1914 nga Kumanova, një aventurier, pas vrasjes së këtij të fundit nga nacionalistët Dibran, u bë pjesë e forcave të Esat Pashtotanit, kur ky, pas pushtimit të Austro-Hungarisë, u largua nga Shqipëria më 1916. Si kryetari i qeverisë shqiptare, Esati i shpalli luftë Austro-Hungarisë dhe u bë aleat i Antantës, Anglisë, Francës, Rusisë gjatë luftës së parë botërore. Pra, detyrimisht edhe aleat i Serbisë dhe i Greqisë. Me qeverinë e tij, ai doli në ekzil. Në kuadrin e armatës së lindjes, forcat shqiptare bashkë me ushtrinë franceze luftuan në malin e Thadë dhe në Mokër. Në frontin bullgar të bllokut qendror ishin thyer keqas ushtrit serbe dhe franceze, tregonte Ifan Tërshana dikur. Por atë e shau Halit Leshi me Dibran. Sefi Vllamasi shkruan se Halit Leshi figuronte në kuadrat e ushtrisë franceze me gradën major. Në Selanik, ku vendosi qeverinë e tij, Esat Pashës i bëshin nderime që u bëshin personaliteteve shtetëror që ishin aleatët. Vet ai pastaj qëndroi në Paris, ndërsa në Dibër krijoi një komitet, si dhe një fuqi prej 1000 vetësh me komandant Halit Leshin. Në fakt kishte mbi 3000 vetë.
si pas Ordionit, që ka qenë komandant i forteve shqiptare në Korçë. Me thash komandant Halit Leshin dhe nën komandanta Tafka Ziun, Dine Hozën, Osman Memen, Isuf Bejseden, Hamdiru Bjeka e tjerë. Fitoria në Landur dekurajoi veprimtarinë komplotistët në politikën shqiptare. Artizanët e grupit të shenjtë, komplotistët, proteksionistët pro-italian, disa terroristë politik, si Mustafa Kronja, Qazim Koculi, Avni Rustemi, edhe Aqif Pasha u përgjën këtë punë. Thash, dështoj kjo. Dështoj grushti i shtetit i grupit shenjtë në dhjetor të 21-shit, por jo huqet e vjetra për të luft edhe të intrigave për luft për pushtet. Pas fitores në Landur, Elezi Sufi Bajram Curi dhe Bajram Curi që kishin luftuar për krah qeverisë së bashku me Zogun, edhe ishte edhe një këngë, Ahmet Zogu, Pika e Djalit, Elezi Sufi Arosha e Malit, bini mërtrima, bini. Pra, kishte luftu me Elezi Sufi me Aliri Zajnë edhe me Zogun, shkuan në Kuks, me bëgjith Bajram Curin, në shtëpinë e Sul Elezit, dhe kanë bisedu, kanë vendos dhe i kanë dhanë besë njëri tjetrit bën një kërëngritje kundër Ahmet Zogut dhe shokëve të tij. U krijua një kuadrumvirat, Cur, Lesh, Elez, Hamid Toptani. Tre të parat ishin edhe analfabet. Ish armiqtë të djeshëm, të nesërmën padronët të tyre i kishin bërë miq dhe aleat. Besa ndryshoi kohe. Krerët e opozitës filluan përgatitjet për kërëngritjet stilit të madh, rebelimi i 8 marsit të vitit 1922. Por vetëm Elezi Sufi u fut në Tiranë, fal shkatësisë dhe trimërisë të tij, të tjerët mbetën në rrugë. Ndërhyrja e Aeresit, ministrit angles në Shqipëri, dhe një peshqesh nga kavaleria e Shëngjergjit në dorë për Elezin, kurse u gjakderdhje në mëtejshme në Tiranë. Elezi Sufi i kërkoi ndjes ministrit për fajin që bëri, duke u gabuar nga propagandat e intrigantëve që e turpëruan. Edhe këtu kishte parasysh Zia Dibrën edhe Mustafa Kronjan. Dhe pasi dorëzon Zia Dibrën, mikun që e cyti në këtë shërë, me 305 rebelat e dorëzuar për cilët kokë unjur për në Dibër, shkruar në gazeta Shqipëria e Re me 2 prit të vitit 22. Por Elezi prapë lujti fjalën. Në dhjetor të 24-ës, me 300-400 forca reshe dardh, i doli Zogut në Peshkopi, që kishte një armat me vete, midis tyre edhe vëllezërit e Halit Leshit. Aqifin, Plumin, me gjithë forcat e tij, për të rivendosur rendin dhe qetësinë në Shqipëri. I ra hasha vetës me autokritik, por kësaj radhe Elezi Sufi hangi kryt e vetë. Dhe ishte te përvohen për autokritik mu. Diçka të ngjashme përfundoi edhe me Bajram Curin. Ju mbyllën shtigjet. Atë e s'mbetje rrugë tjetër se ja futi poshtë vetit. Bajram Curi është vetë vra, dhe nuk e ka gjakun tjetër kun, ta kërkoj të këveti. Ato që ja atribuin tjetër kujt, e ka ngabim. Një autokritik me fjalë, jo me fjalë, por me armë. Kështu e mbyllën tragjikisht jetën 2 burra madhështor malësh, shqiptar patriot e luftetar të mëdhej, u shofshin në paqë, Elezi Sufi dhe Bajram Curi.
Haditi pat një fund tragjik me vrasje politike, me atentat nga mist dhe aleatet e tij në qendret e prefekturës në Peshkopi. I mobilizuar vetë këtu në këtë lojë vetë prefekti i Librës, e dini ju, Starova, në Kistarova. Një parantezë, kumtoj një episod me cilin unë njohova së fundi. Duke qenë me punë në Berat vitin 32 si inxhinier i terreneve sportive, i riu Irfan Tërshana bën pjesë në një ekip të Ministrisë së Arsimit që kishte shkuar në Berat për inspektim. Në përfundim të punës, për të nderuar ekipin, prefekti i Beratit në Kisarova u rezervon një takim. Në përcjellje tek dera e zyres së tij, duke i dhënë dorën e Irfan Tërshanës, Irfan Tërshanën e pyet: "Nga të kemi ty djalosh?" "Nga Dibra", i përgjigjti Irfani. "S'thon Dibranet për Halit Leshin?" Pa kuptuar arsyen e pyetjes dhe pa të keq, ky i ka thënë se Dibranet thonë që Halit Leshin e ka vrarë në Kisarova. Duke i rënë lehta zi në shpatullave, prefekti i thot: "Jo djalë, jo, e ka vrarë Pashiqi." Fjalë që bind. Anglia dhe Franca kishin vendosur që Shqipërisë tashmë t'i rezervonin më së fundi një stabilitet të përkohshëm dhe relativ. Plane perfekte, por pa moral politik. Post-scriptum. Në letërkëmbimin me Mustafa Krujen, Paulin Margjokaj shkruan në vitin 1962, në vitin në nëntor të 52-shit, shkruan të tja qote letën Mustafa Krujes. Më përmend punën e ati Inglizit, të Intelligence Servisit. A mundeni me më kallëzua pak ma gjatë për rolin që kanë luajë Inglist e informacionit sekret në Shqipëri? Në librin Gjaku i tradhtuar Marrëdhënies shqiptare jugoslave 88-49, flitet shpesh herë dhe kritikohet fort vepra e këtyre inglizëve në Shqipërinë tonë. Ndër të tjera thohen në faqen 108. Shumë bajraktarë të Shqipërisë të veriut, si Luma, Krasniqa, Bytyqi, Mati, Gora, Dibra, punonin brez pas brezi me Intelligence Servisin. Gjithë parijat kanë pas nga një protektor, një lidhje. Pa përjashtim, dikush me të kjo është tragjizmi i Shqipërisë. Tragjizmi dhe bjetesa. Kështu për shembull, në familjen e Haxhi Leshit është një plak i cili si shpërblim për shërbimet që i kishte bërë shërbimit informativ britanik 40 e më tepër vjet më parë, merrte në mënyrë të vazhdueshme disa monedhari që i vinin rregullisht prej vitesh, madje edhe gjatë luftës së parë, gjatë luftës së dytë. Me fillimin e luftës së dytë, nga familja Leshi që banonte në banjisht të Dibrës së Madhe, Haxhiu hynte e delte vazhdimisht në konsulatën angleze të Shkupit. Misioni i parë angles ka qenë pranë Haxhi Leshit, ka qenë vetë Haxhiu, ai mision që pasi u bë me 280 vete sa, misioni i parë ndërlidhës i luftës së dytë, u lidh nga 43 e mrapa. Ai misioni konsensus, libri i atij Reginald Hibertit, Fitoria e hidhur. Kaq për këtë. Faleminderit. Faleminderit, profesor. General Bardhyl Hoxha dhe studiuesi Sakip Cami do të flasim për taktikat e luftës popullore që u zbatuan nga udhëheqësit popullor vendor dhe që mposhtën ushtrinë sërbe.
I nderuar kryetari shoqatës së Bulqizës, profesor Bashkim Lami, të nderuar kryetar shoqatës të rrethit Bulqizës, unë veçanti dëshiroj të përshëndesë kryetarin e shoqatës së Grupit së Madhe, zotin Ilir Puza, për një punë të jashtëzakonshme që bën për promovimin e vlerave tona. Të nderuar profesor studios, të dashur bashkëpatriot, Bulqizak dhe Dibran. Së pari dua të falenderoj shokun dhe mikun tim studiosin e mirënjohur të historisë ushtarake dhe veçanërisht të Dibrës, zotin Isa Kipsami, për kontributin e shkruar në përgatitjen e këtij kurimi shkencor. Në variantin e gjatë pasqyruar në librin për kadës jepen fakte dhe zbulon të dhëna shumë të rëndësishme në lidhje me organizimin dhe drejtimin e veprimeve ushtarake, komandantët ushtarak dhe luftëtarët e paepur, si dhe evidenton dhe vlerëson trimëritë e të rënëve për liri. Luftrat e popullit Dibran në periudhën 12-21 kanë qenë luftrat dhe betejë të mirëfillta ushtarake që janë studiuar dhe vazhdojnë të studiohen nga historia e artit ushtarak shqiptar. Disa përpiqen të paraqesin si lufta thjesht betejë popullore pa organizim ushtarak, sigurisht që baza e tyre ka qenë populli, por një popull patriot, i motivuar, i mirë stërvitur ushtarakisht dhe i mirë drejtuar nga komandant të zot ushtarak. Historia e Dibrës është mbushur me shfaqje heroizmi dhe pris ushtarak, ku brezat kanë parë dhe po shikojnë qartësisht vlerët e tyre që kanë drejtuar me dorë të hekurt, me mendje të kthjellë dhe atë dashuri në funksion të misionit të shenjtë të ruajtjes së hapësirës territoriale shqiptare. Veprimet luftarake dhe intensiteti i tyre kanë qenë varësi të zhvillimit gjeopolitik të viteve 12-21, ku ne kemi grupuar në 3 periudha. E para, vitet 12-15 si periudha më vështirë dhe më e përgjakshme, ku serbët kryejnë një sër krimesh veçanërisht në Dibër me qëllim manipulimin statistikor përpara konferencës së ambasadorëve për ndikuar në përcaktimin e kufijve të ri ballkanik. E dyta, vitet 14-18 ose lufta e dytë botërore ku Shqipërinë e shkelën dhe pushtuan 7 ushtri tuaja. Ndërkohë ushtria serbe me rreth 420.000 forca kryen tërheqjen strategjike ku një ndër 3 grupimet kryesore, që në fakt filloi pari, ka qenë ai Dibrës, që kalonte Kukës, Dibër, Strug, Elbasan, Vlorë dhe Durrës. Dhe në pretekstin e mbrojtjes së forcave të tyre, ata kryen masakrat pa para në popullsinë civile. Periudha e tretë është periudha post luftës së parë botërore, ku Dibran sulmohen për tret nga serbët, të cilët kapin vijën strategjike të projektuar nga gjenerali francez Franquet Desperey, që ka qenë komandanti i forcave aleate me qendër në Selanik. Dhe kjo vijë kapte martanesh, qafbulli, qafmur, lan lur deri në malësitë e Kelmendit. Lidhur me gjatë kryesorë ushtarake të periudhës 12-21 veçojnë: spari krimin e ushtrisë kombëtare me 4 dhjetor 1912, 2 luftra ballkanike dhe luftën e parë botërore ku Dibra u pëlban me sulme serbe, bullgar dhe austro-hungareze, rikrimin e Ministrisë së Luftës nga qeveria e Durrësit, hapjen në Tiranë të kursit 6 mujor për përgatitjen e ushtarakëve dhe krimin e 3 regjimenteve ku një batalion i regjimentit 2 me komandant major Riza Dibra është dislokuar në Dibër gjatë kësaj periudhe. Veçori për Dibrën është se në çdo krahin kishte forca vullnetare dhe rezerviste, ku parimi ushtria mban populli dhe vetë kombi, ishte parimi bazë ku mbështet Dibra dhe madje gjithë populli shqiptar. Struktura bazë organizative ishin qetat e fshatrat dhe krahinave dhe parimi i mobilizimit ishte vullnetarizmi. Ky organizim kulmoi me krimin e Këshillit të Luftës dhe shtabit ushtarak me 13 shkurt 20 në kuvendin e Arasit, me detyrë hartimin e planeve të luftës dhe drejtimin e operacioneve të fushës të luftimit, duke i ofruar drejtimin strategjik, historik, Gryka Radike, Dibra e Madhe, Qafbulli, Deti Adriatik, vlerësohet se pozita strategjike e Grykës së Madhe dhe Grykës së Vogël të Bulqizës është një nga drejtimet më të rëndësishme operative strategjike të Shqipërisë, ku janë zhvilluar shumë luftime dhe betejë që nga kohë Skënderbeut deri në luftën e dytë botërore, ku synimi kryesor e Amihut ka qenë kapja e kryeqytetit Tirana dhe Deti Adriatik. Gjatë 9 viteve, qendresa e Dibranës ka qenë e përheshme, duke filluar me 26 dhjetor 12-s, kur 5.000 forca serbe të regjimentit 14 divizionit Morava kaluan në mësimin e drejtimit Dibër e Madhe, Blat, Ure të Bajamit, Mazhit, Sprat, të cilit u përgjigj 1500 forca luftëtar Dibran që organizuan mbrojtje në vijën Topojan, Okshatin, Shupens, Çelenes, Ura, Spiles. Objektivi strategjik i armikut ishte kapja e 2 urave, për cilin janë zhvilluar shumë luftime, Ure Topojanit dhe Ure Spiles në Miresh, të vlerësuar si objekte strategjike dhe pike kyçe për suksesin e operacionit tyre, për cilat janë zhvilluar luftime të ashpra,
deri në datë 13 janar të vitit 13 të përshkruar me detaj në punimin tonë shkencor. Në këtë luftë 19 ditore, të përshkruar edhe nga studiuesi Mojsi Mura, kanë rënë 170 luftar Dibran, ku vetëm 7 për tyre ka marrë statusin e dëshmorit të dheut, dhe pjesa tjetër, madje disa prej tyre nuk janë evidentuar fare çka mbetet detyrë për pushtetin vendor Dibër dhe Bulqis për t'i vlerësuar këta heronjë dhe këta bijë të krajinave tona që kanë rënë për liri. Pas luftës së parë botërore, Dibër e Madhe bëhet pjesë e perandorisë serbo, kroate, slovene dhe ky realitet shënon dhe fillimin e tjerësh luftime siç ishin ato të majt 1918 në fushë Bulqis, afër fshatit Dragu, për kapjen e qafës Bullit, ku forcat serbe fillimisht synonin kullën e Shabës, dhe veçanërisht bashorten e sheh muslimet, grua me shumë influencë dhe gjithë Bulqisën për ta pasur si peviqet në shtrem Vajkalin. Por çeta e Dibrës, e mbështetur nga çetat e Grykës Madhe, i detyronin serbët të riqen duke lënë pas tyre shumë të vdekur, si dhe armatim dhe materiale të tjera. Në kundërpërgjigje, gjatë tregjes ata kryen masakrat pa para, siç është natyrën e tyre. Mëtej, veçojmë luftimet për zbrapsin e serbëve nga vija strategjike, ku evidentojnë luftimet e Lisi i Trenës, Luzti i Mur në gusht 1920 me raport forca 1-4 dhe një nga betejët më të përgjithshme e Eulan Lurës në tetor 1921, ku krahas forcave vullnetare dhe rezerviste Dibrana morën pjesë edhe forcat ushtarake qeveritare. Lufta e Dibrës 20-21 ka hyrë në historinë e shqiptarëve si lufta që bëri finalizimin e qendrës luftërake 9-vjeçare të popullit Dibran, qaku në derdor, dëshmorët në beteja, vërtetuar kjo nga statistika e krijuar nga Ministria e Mbrojtjes në rastin e 100 vjetorit të krijimit të shtetit shqiptar. Disa përfundime. Në aspektin ushtarak. Organizimi ushtarak u bazua të trashëgimia luftarake, resurset njerëzore, sasia dhe cilësia e armatimit, si koha dhe rrethanat të cilët u zhvilluan luftimit. E dyta, parimi i mobilizimi i bedhi vullnetarizmi, ndërsa strukturë bazë organizative ishin qedha dhe fshatra Karina. Së treti, u aplikuan format të thjeshta dhe shpejta formacion luftimit që ishin përputhje me armatimet, kompletimin dhe mundësonin kompaktësi, komandim gjatë manovrat të shpejta, shfrytëzim terreni dhe përdorim të taktikës tradicionale partizane deri diku dhe asaj frontale. Së katërta, princat e luftës realizuan bashkimin dhe unitetin luftarak ku për herë të parë aplikohet niveli strategjik, flasim për vitin 1920, ku përmes shtabit ushtarak dhe komandantit përgjithshëm generali Mërshajak Elezi Sufi, ndërkohë krijon lidhje të ngushta me qeverinë e Tiranës të asaj kohe të Sulejman Tekvinës. Niveli taktik përbëhet nga komandantët çetë, ndërsa drejtimi në disa raste bëhet drejt për drejti nga anëtarët e shtabit, duke shkuar direkt tek trupat në terren. Në përbërje të strukturës komandim kontrollit, pranë shtabit ushtarak, qeveria e Tiranës dërgoi një grup ushtarakësh, oficerë të karrierës, të cilët kishin marruar akademitë në Turqi dhe vende të tjera të Europës. Sistemi i komandimit ishte i centralizuar dhe nuk lejonte dhënia të urdhave luftarake për pa miratimin e shtabit, duke shmangur veprimet e nxituara të pastuduara pak kontrolluara që mund të sillnin pasoja dhe rrezikë fatale për forcat kryengritëse. Shumë çështje kyçe u zgjidhen me të veçantat e tyre, duke dhënë kësaj lufte tipare paq të veçanta në lidhje me strukturën dhe dislokimin e forcave, organizimin me 3 nivele komandimi, përcaktimin e objektiveve të luftimit, veprimet taktike mbrojtje mësymje, përballimin e zgjidhjes çështjes më delikate të asaj kohe, që ishte përsi e padiskutueshme e armikut në forca dhe mjete. Tani po kthehem, të lutem slide. Të lutem. Shko mbrapa. Këto janë 3 drejtimet kryesore dhe drejtimi i Dibrës filloi parë dhe mbaroi fundit. Pra forcat serbe duke filluar nga Prizreni, Kuksi dhe të gjithë masakrat që janë bërë në emër të mbrojtjes së këtyre forcave, që dikush në Durrës i mbrojti dhe i priti, e dini, se nuk dua ta komentoj. Slide. Dua që të bëj një vlerësim shkencor bazuar në parime dhe kritere shkencore të kësaj betejë mbas 100 vjetësh dhe do mundom të gjetë pikat përbashkëta. Spari, nëse ka disa kritere për vlerësimin e fushës betejëve. Një ndër ato është parimet e luftës, një ndër ato janë vlerësimet operacionale. Pra ka shumë vlerësime. Tashi unë thjesht do të nisem nga parimet e luftës dhe do të them këtë gjë që pavarësisht se rrethët historike të shkencës ushtarake që ndrojnë tek Clausewitz, tek libri i tij për luftën, parimet e luftës janë diseluar në beteja prej më se 2500 vjetësh. Dhe në thelb pak a shumë parimet janë të njëjta, pavarësisht se ato ndahen diku, janë më shumë diku më pak. Për shembull, generali i parë
për cilën unë kam afeksion të veçantë, është generali Sun Tzu, kinez para 2500 vjetësh, i cili doli me 13 parime lufte. Mëtej është Napoleoni, të cilët i vlerësoni 115 parime dhe kritere. Mëtej është Clausewitz, i famshëm 7 parime, Nelsoni 10 parime, NATO ka 11 parime. Ne kemi 10 parime, unë kam patur fatin të shkruaj vetë doktrinën ushtarake të forcat armatosur të Shqipërisë, që është akoma në fuqi. Dhe, po të nisim nga parimet e luftës, parimi bazë është parimi i forcës, që do të thotë, përqendrimi i forcave dhe mjeteve. Nëse ky parim do të ishte determinant për një betejë, atëherë nuk do kishte kuptim, sepse dy forcat në luftuese, nëse do të luftonin me njëra tjetrën, kupton që rezultati i forcave do shkonte tek trupi që ka mos më të madhe. Por janë 9 parime të tjera në rastin tonë, të cilat rikuperojnë dhe kompensojnë këtë parim bazë, siç ishte në rastin e Diblës, ku janë. Përveç të tjerave, është morali, shpirti luftarak, zhdërvjetësia, befasia, thjeshtësia, disiplina dhe leadershipi që kompensojnë të gjitha të përqendrimet e forcave dhe mjeteve. Kjo është një metodë që unë kam pasuruar dhe në doktoraturën time, është metodologjia e NATO-s, slide të lutem, slide, mbrapa. Këtu janë gjithë generalet në 2500 vite, generalet më të shquar të botës. Slide. Ky është general Meshajak. Kush është e përbashkët e tyre? E përbashkët e tyre janë lidhje shpirtërore që kanë këto general me trupat. Sepse në emër të këtyre, në emër të urdhave të tyre janë vrarë me miliona njerëz. Dhe baza e tyre ka qenë besimi, i tillë ka qenë Lezi Sufi. Dhe të gjithë komandantët popullorë, të cilët kanë drejtuar operacione me një raport të jashtëzakonshëm disproporcional të forcave dhe mjeteve. Vazhdo të lutem slide. Tjetër, në luftën e Dibrës, ne shikojmë forca vullnetare, forca rezerviste dhe forca të rregullta qeveritare. Në vitin 2014, kam patur fatin duke punuar në NATO që ka marrë pjesë në hartimin e planit mbrojtjes të Letonisë, mbas pushtimit të Krimes nga Rusia. Dhe kam gjetur një term, garda kombëtare. Jam interesuar se para se ndërtosh një plan duhet të dish aftësi luftarake. Dhe më kanë shpjeguar që janë vullnetar, të cilët kanë shënuar emrin, që në rast nevoje ata i përgjigjen asdheut. Është origjinale çka ka ndodhur para 100 vjetësh në Dibër, ku vullnetarët kanë dalë të parët me armë në dorë për të mbrojtur asdheut. Slide. Tani, problemi shtrot, slide. Problemi shtrot, po sot, ku jemi? Kuptohet që sot format e luftës kanë ndryshuar, por forma tradicionale nuk ndryshon asnjëherë. Sot flasëm për luftën hibride, për kryqëzimin së cilës është luftë e kombinuar e rregullt dhe jo e rregullt. Tani këtu ju shikoni kush janë sfidat dhe mes tjerë shikoni atë djalin atje. I gjithë problemi sot është që në një fushë betejë, në fund të saj shtrohet pyetja kush fitoi dhe kush humbi. Asnjëra nuk pranon humbjen dhe pala tjetër kundërshton fitore. Slide. Tani shtrohet problemi, këta korifejt të shkencës ushtarake vazhdojnë të jenë akoma fuqi, për mua po. Gjithsesi gjithë unë i shtroj këto sepse janë objekti i punë shkencore për brezat. Slide. Në thelb këto janë format e luftës sot. Në thelb qëndron lufta hibride që është kombinimi gjithë i këtyre luftave. Slide. Madje është një metodë tjetër, është metoda, ka një formulë për përcaktimin e fuqisë kombëtare. Janë disa autorë, ky është Klein. Klein ka qenë ka mbaruar ose më mirë po them gjatë të krizës së raketave në Kubë, ky ka qenë analisti më i mirë i CIA-s, i cili parashikoi dhe ndihmoi presidentin Kennedy për zgjidhjen e krizës. Slide. Rishikimi strategjik i mbrojtjes është dokumenti më i rëndësishëm i qeverisë shqiptare. Kam fatin të jem kryetari i grupit punës për hatimin e kësaj. Dua të them vetëm diçka. Ky është një dokument i cili gjeneron dokumentat e strategjisë sigurisë kombëtare. Duhet ta lidh me luftën e Dibrës. Në përkufizimin e sistemit të mbrojtjes, krahas strukturave të mirëfillta të sigurisë, ne kemi futur dhe shoqërinë civile dhe organizatat qeveritare, çdo media, çdo person që kontribon
në sistemin e mbrojtjes, dhe tillë janë edhe shoqatat tona, është shoqata Bulqizës, shoqata Gryksma dhe gjithë shoqatat, të cilat promovojnë vlerat më të mira luftarake, vlerat më të mira adhetare, dhe si të tilla ato bëjnë pjesë pikërisht në sistemin e mbrojtjes të Republikës së Shqipërisë. Slide. Tani, ne jemi vendi Nadhës, ky është shtabi i komandës madhore strategjike ku kam pas fatin që të shërbej. Gjithë problemi shtrohet që politikanët tanë gjithmonë thonë që ne kemi NATO-n, por dhe i referon nenit 5, por ka dhe para nenit 5 është një nen që quhet nenit 3 dhe nenit 3 thotë që çdo vendatar i NATO-s në radhë parë do të marrë masa vetë për mbrojtjen e vendit. Dhe të gjithë së bashku kalojmë te nenit 5. Slide. Për kuriozitetin tuaj, ajo që është më të kuqe ka qenë pozicioni im në këtë strukturë. Slide. Tani, ku po shkojmë sot? Kjo është një lëvizje prestigjioze e cila bën një vlerësim ushtarak të gjithë vendeve në botë, mbi 200 vende. Dhe doni dini sa është buxheti i mbrojtjes sot në botë. Për vitin 2020, një presje 981 trilion dollar. Dhe ka një rritje prej 2.7% krahasuar me vitin 2019. Ku po shkojmë? Nuk e di. Fush studimi, slide e fundit, unë edhe në doktoraturën time kam ndërtuar një ekuacion që quhet ekuacioni i pritshmërisë. Por ky mbështetet tek variablat, por në fushën e sigurisë variablat nuk kanë asnjëherë të sakta. Variablat gjithmonë lëvizin dhe ne gjithmonë aty ku na mëngojnë variablat gjithmonë themi që e marrim me supozime. Ju falenderoj për kohën sepse ndoshta e kalova, por gjithsesi kërkoj që të bëj një farë koherence midis asaj që ka ndodhur në 100 vite dhe asaj që ndodh aktualisht sot dhe që do të ndodh. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Hoxha. Studiuesi historik vendor Bashkim Lami do të referojë do të hedhë dritë mbi qendresën e Bulqizës për mbrojtje nga pushtuesit serb për këtë periudhë. Përshëndetje. Së pari, ju falenderoj gjithë pjesëmarrësve që respektuat ftesën tonë dhe jeni prezent në këtë konferencë historike shkencore. Së dyti, dy parafolësit e mi, profesor Bajram Xhafën dhe generali Bardhyl Hoxha, dëshiroj t'i falenderoj për temat që na paraqitën me mjaft kuriozitet edhe me shpjegime të duhura për të lidhur, si me thënë profesor Bajrami që na evokoi historinë e luftës së Dibrës, ndërsa general Hoxha na futin koherencë të asaj që ka ndodhur 100 vjet më parë dhe të asaj që ndodh sot me luftrat në botë. Kam bërë një studim disa vjeçar, edhe sot e keni prezent edhe në një libër timin. Këtu në kumtes, natyrisht, unë do paraqis ca momente të përmbledhura në atë që jam munduar të evidentoj nga përpjekja për qëndresë e popullit të varfër dhe të stërmunduar të Dibrës dhe të Bulqizës për mbrojtjen e lirisë territoriale në kushte shumë specifike përballë një ushtrie të mirë organizuar, por që mas 9 vjetësh u kurorëzua me fitoren e forcave dhe me shlirimin e Shqipërisë. Pushtimi serb, fill pas shpalljes pavarësisë, e gjeti popullin e bindur për të qëndruar fort të bashkuar, pasi vetëm kështu do të mund të dilej përballë pushtuesit e egër e të mirë armatosur. Puna e palodhur e lindasve kishte rritur ndjenjën e atë dashurisë në mbar Shqipërinë. Pushtimi e gjeti Dibrën në gjendje shumë të rëndë ekonomike, politike e ushtarake. Fshatrave u vinte era gjak, njerëzisht të vrarë e të therrur me bajoneta dhe shtëpitë që digjeshin kudo. Shihej terrori i serbëve që synonte të nënshtronte viset e Dibrës. Qendresë të vendosur bën luftëtar popullor në drejtimin e prizve në çdo fshat të Dibrës së Epër.
ku ishin qetat popullore që i dilnin përballë pushtuesve në luftrat e Gjoricës, në Dragu, në Vajkal e kudo, ku ata bënin terror mbi popullsinë e pambrojtur. Më 21 shtator 1913, me një shpejtësi të jashtëzakonshme, në Vise Dibrane ishin krijuar shtabet luftarake të udhëheqësve popullor në drejtimin e luftimeve, të cilën i grupuan trupat në drejtimet kryesore për mbrojtjen e viseve Dibrës mbar. Udhëheqësit karinor shquhen për beslidhje dhe organizim aksionesh kudo që ushtria serbe godiste popullsinë. Gjenocidi i serbëve vazhdonte në gjithë Bulqizën dhe në kullën e Shapës në Dragu u bë një masakër e rëndë njerëzore ndaj familjes Shaba që i varën në lisin e Oborit. Ata rrethuan Sul Shabën me gjithë fëmijët e tij dhe komandanti serb dha urdhër për varjen e tyre në lis afër kullës. Çeta e Bulqizës e udhëhequr nga Mehmet Duriqi organizon goditjen e rrufeshme të karakollit serb, duke i detyruar të tërhiqen në drejtim të Zërqanit me humbje të mëdha. Qendresa heroike e Dibranëve nuk mund të ndalojë përparimin e kundërshtarit, që ishte ushtria organizuar, prandaj lufta vazhdoi 9 vjet. Çeta e Bulqizës bën disa betejë qendrese me serbët gjatë viteve 1913-1914 në fshatin Vajkal. Aty serbët gjetën rezistencë të fortë të luftëtarëve që i udhëhiqte komandanti Mehmet Duriqi, që e bllokoi me luftë ushtrinë serbe, që synonte qafën e Bollit. Kjo u arrit në sajt bashkëpunimit me luftëtarët e patriot nga Bulqiza, nga Gryke e Madhe, Martaneshi, Guri Bart e Mati, si dhe nga organizimi i shkëlqyer i qendresës popullore. Ishin udhëheqës të pashkolluar, por strateg në organizimin e qendresës për të mbrojtur pragun e shtëpisë. Sigurimi i popullsisë dhe bazat e aksionit luftarak në tërë Bulqizën dhe në mbar Dibrën ishin në lartësinë që kërkonte momenti i qendresës. Sukseset e çetës Bulqizës u arritën me mobilizimin e gjithë popullit për të ndihmuar familjet në ndërtimin e shtëpive të djegura. Këtu del mënyra si i rekrutonin luftëtarët. Pra, udhëheqësit kishin garantuar ndërtimin e shtëpive të djegura, sigurimin e ushqimit të kësaj popullsie të zhuritur e të varfër, dhe kjo ishte bërë itifak në kuvendin e pleqve. Familjeve që u digje shtëpia, rindërtimi bëhej me pjesëmarrje të gjithë fshatit, ndërkohë që familja strehoi qysh natën e parë të ngjarjes, sipas poroësisë së pleqërisë. Tokat e këtyre familjeve do të punojnë kolektivisht dhe më parë se të punonin fshatarë tokën e vetë. Po kështu bëhej edhe për punët e tjera bujqësisë në fushë e në mal. Gratë e veja do të bluan ndrithin mullim pa radhë, që të kenë mundësi të kthehen pa vonesë pranë fëmijëve të tyre jetim. Momentet vështira ka qenë koha e zisë e vitin 1917. Lufta e parë botërore që filloi me 28 korrik 1914 hapi një periudhë më të rëndë, që gjithsesi ndikuan në rëndimin e mëtejshëm të rrethanave në gjithë Dibrën. Në mbar popullin kishte plakosur skamja, si pasojë e luftave që nuk po i lenin fshatarët deri edhe të punojnë tokën. Pushtuesit kishin rrëmbyer bereqetin dhe njerëzit po hanin bim tegra për të shuar urinë në Bulqizë edhe në gjithë fshatrat e Dibrës. Me këtë kuptojmë në gjendje ishte populli që do bënte edhe luftën për të mbrojtur pragun e shtëpisë edhe për të mbrojtur atleon. Në 1918 kemi ardhjen e dytë serbe. Në verën e vitit 1918, me mbarimin e luftës së parë botërore, ushtria serbe u kthye përsëri në viset e Dibrës për të zënë pozitat në kufit që ata kishin pretendime edhe në pushtimin e parë të vitit 1913. Në kundërshtim me vendimin e qeverive të mëdha. Tradhtarët e Sat Pash Toptani, mbështeti tek Halit Leshi, edhe arritën në Dibër, edhe në Tiranë, edhe në Elbasan, të kenë influencë
në një farë mënyre, dhe në pranverën e vitit 1919 u zhvilluan luftra të ashpra të serbëve kundër forcave kryengritëse të Bulqizës, të Peshkopis, Golobordës, dhe më 4 tetor 1918 Dibra pushtohet nga ushtrisë serbe. Qete Bulqizës ishte gjithmonë e gatshme për aksion. Kjo fal organizatorit talentuar Mehmet Ujqi, një luftëtar trim, por dhe një organizator strateg i luftës popullore. Lufta e Bulqizës me pushtuesit serb është e pandarë nga lufta e krahinave të tjera Dibrës. Shembujt e qendresës heroike të djemve të Bajkalit që i pesh gjithë popullin e Bulqizës e më gjerë dhe u forcua akoma më tepër besimi përfitore ndaj armikut. Me vendim Këshillit Ministrave në 4 korrik 1920, jemi në atë momentin që u formu qeveria pas Kongresit Lushnjës dhe u krijua një ushtri simbolike, u vendos formimi i prefekturës së Drinit, që patriotët bulqizake shihnin si një shpresë të madhe bashkëpunimi, prandaj u vendosën kontakte me Mehmet Ujqin, me Jeshajer Barën, me Ramis Dibrën e të tjerë. Në Bulqizë u zhvilluan betejë në kullën e Muçës, u zhvilluan betejë në kullën e Liçit, në kullën e Shabës dhe u kryen aksione të shumta deri në arritjen e fitores, ku djemtë e Bulqizës dhanë gjakun për vatanin. Në temën e plot janë të shpjeguara më gjerë këto beteja. Nga ana e Bulqizës, forcat e Mehmet Ujqit dhe 200 forca qeveritare të komanduar nga major Shefki Shatu do të mësynin garnizonin serb te kulla e Shabës në drejtim Zërçan dhe Golobord. Në Bulqizë të gjitha është një kohë që nevojat e luftës edhe për të qenë bashkuar në qendresë, në Bulqizë u bën një akt sublim, një akt shumë i rëndësishëm i faljes së gjaqeve. Domethënë që banorët mos kenë armiqësi, t'i lënë pas armiqësit me njëri tjetrin dhe armiku të konsiderohet vetëm pushtuesi. Mehmet Ujqi, me të gjithë forcat e tij, nga Bulqiza, Martaneshi, Mati, Gryke e Madhe, bën një qendresë vendosur ndaj pushtuesve serb, derisa e shporën deri në kufirin e vendosur nga fuqitë e mëdha. Është e njohur në historinë e Bulqizës betejë në kulën e Licit në Tarhum, po edhe beteja të tjera që ishin të stilit të luftës me grupe të vogla dhe me goditje të shpejtë të bevasishme. Periudha 1912-1921 në zonën e Bulqizës ishte nga më të ashprat, serbët bënin terror, vriteshin fëmijë e pleq, digjeshin shtëpi e bereqet dhe popullit judesh të luftojë njëkohësisht edhe me ushtritë e kralit edhe me zinë e Bukës. Vetëm ndjenja ligjdarëse e bëri të fitojë mbi këto armiq që përdorin genocid masiv, duke zhdukur familje të tëra, si që është rasti i familjes Shaba në Bulqizë. Dhe gjithë këtë luftë, pa tjetër që kemi edhe humbje, edhe pjesa më e dhimbshme është shumë dëshmorë që ra në Bulqizë, në Gryk të Madhe, po në Gryk vogël, në Golobord, edhe në gjithë Dibrën. Kemi një evidencë që masakrat serbe në Dibër kanë rezultojnë me 1394 të vrarë, nga të cilët janë therrë me thikë 407 veta, fut këtu gra, fëmijë dhe pleq. Janë pushkatuar 484 vetë, janë djegur në zjarr 503 njerëz, burra, gra, fëmijë të gjithë moshave. Burra që vdiqën në luftë në 9 viteve shkon në shifra 4855 t'i quajmë dëshmorë. Dëshmorë dhe viktima, se derisa kanë dhënë jetën. Dëme lufta natyrisht ka sjellë edhe në planin ekonomik. Dëmtimet materiale gjatë viteve 1912-1920 janë vlerësuar përafërsisht në 30 milion Napolona arë. Një shifër për një vend vogël e konsiderueshme, sidomos në atë kohë. Jugoslavia
detyrohet me 10 dhjetor 1921 t'i largojë ushtritë e saj nga territoret e pushtuar Dibrës dhe populli feston lirinë e fituar me gjak e sakrifica. Populli Bulqizës ishte i pamposhtur në masakrat serbe gjatë qendresës në 9 vite luftë të pandërprer derisa u arrit fitoria me 10 dhjetor 1921, pra në gjithë territorin e Dibrës. Ju faleminderit, kjo ishte referimi. Referatën e plotë e kemi botuar në librin përmbledhës të kësaj konference, ku janë vendosur referatet e gjithë autorëve. Natyrisht këtu dolëm me një version të shkurtuar, për të mos u bezdis në atë kuptimin kohor. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen dhe ju uroj gjithë të mirat në familjet tuaja. Faleminderit zoti Lami. Ftoj profesor Adriatik Ballë për të referuar për rolin e Bulqizës në natyrën e planeve serbe gjatë kësaj lufte. Ju përshëndes gjithëve. Ju falenderoj që jeni sot këtu. Një falendërim të veçantë për organizatorët, për krerët e shoqatave, edhe për referuesit të cilët erdhën me kumtesat e tyre sot. Unë kam përgatitur një temë për këtë konferencë, rolin e Bulqizës në thyrjen e planeve serbe në vijnë strategjike dhe përpjekjen për liri gjatë luftës Dibrës të atyre viteve. Midis viteve 1912 dhe deri në vitin 1921 në trevën e Dibrës janë bërë luftime të mëdha për mbrojtjen e tërësisë toksore të vendit ndaj pushtuesve serb dhe jo vetëm, të cilët përdoren çdo formë mjet për të thyrë këtë bastion të trimërisë së shqiptarizmës, që korrespondon edhe gjeografikisht me zemrën e adheut etnik. E qendrur në kushtet e vetë mbrojtjes dhe të vetë ekzistencës, Dibrës ju desh të përballonte pothuajse vetëm këtë agresion të egër serb, duke mobilizuar të gjitha energjitë e saj për mbrojtjen e adheut. Në këtë luftë ka dhënë një kontribut të vlefshëm edhe Bulqiza, e cila, veçmas për pozicionin e saj si ulise midis pellgut Drinit Zi dhe atit të madit e Tiranës, mori rëndësi të veçantë. Qëllimi i armatës serbe për të kapur qafën e Bollit, bëri që gjitha fshatrat e Bulqizës, nga Gjorica e deri në Vajkal të ishin shesh luftimesh, e të përvonin mbikurisë masakrat nga më shnjërzoret, rrëmbimet, keqtrajtimet, vjedhjen e pasurisë, djegjen e shtëpive e fshatrave të tërë. Qeta e Bulqizës u ngrit dhe organizua si domosdoshmëri për të mbrojtur atë dheu. Komandanti i saj ka qenë Mehmet Duriçi, një patriot i vërtet, që e mbajti Bulqizën të lidhur me flamurin e Skënderbeut. Qeta përbëj nga një kontingjent i rregullt që shkonte nga 20 deri në 50 luftëtarë, por gjatë aksioneve konkrete shkonte deri në 100 vetë me trimat zgjedhur nga Bulqiza, Gryka e Madhe e Mati. Në kulmin e vet, me 1920-1921, qeta numëronte mbi 250 bulqizak, burra e gra, të rreshtuar në llogori. Para ngjarjes të kulla e Shabës në fillim të verës vitit 1913, qeta dha ndihmën e saj në betejën e lugut Peladis në janar të vitit 13, ku vullnetarët e Bulqizës, Grykës Madhe, Grykës Vogël, u përplasën me një batalion të ushtrisë serbe që tentonte të thynte rezistencën e të dilten qafmur. Vullnetarët treguan këtu një heroizëm të lartë, madje pati prej atyre që morën përsipër të sakrifikoheshin për të shpëtuar shokët. Në këtë betejë ranë hurth të madhe në shpatin verior të Temlës, Hasan dhe Hyshen Alla nga fshati Dushaj. Në fillim të vitit 13, serbët po përparonin luginë e Bulqizës me qëllim kapjen e qafës Bollit, pikë strategjike me rëndësi etike për marshimin e tyre drejt Durrësit. Por Bulqiza, sikurse gjithë Dibra, ju përgjigj me armë. Pranë fshatit Dragu, ku ndodhej kulla e Sulshabës, serbët hasën në rezistencë nga bulqizakët. Në shenjë hakmarrje dhe për të terrorizuar popullatën, këtu ata kryen një krim të rëndë nga më të rëndët e ndodhur në Dibër, duke varur lisin pranë shtëpisë Sulshabën bashkë me 6 djemtë e tij. Kjo ngjarje ngriti në këmbë Bulqizën. Qeta e Mehmet Duriçit organizoi aksion trofeshëm dhe goditi me ashpërsi në thirrjet bes karakollin serb të vendosur pranë rrugës qytetit, duke shkatruar ata, duke vrarë e plagosur një numër të madh armiqsh dhe duke i detyruar serbët të tërhiqen panik. Kjo ishte një fitore si shpagim për gjakun e Shabë. Për siguruar Bulqizën dhe sidomos qafën e Bollit, qeta krijoi një korridor operimi në më shumë se 2 kilometra nga Vajkali, pranë qafës në fjalë, e deri pranë lagjes Kice në fushë Bulqizë. Në këtë segment 2 kilometra të gjatë midis fushë Bulqizës dhe Vajkalit, ku ndodhen sot burtë e Skënderbeut, kanë ndodhur përplasje kryesore. Arsyeja e zgjedhjes këtij vendi duhet lidhur me tiparet morfologjike të terrenit. Lugina e Bulqizës ngushtohet në sektorin e qafës Dragunit në më pak se 300-400 metra. Shpatet bien mjaft pirë mbi luginë dhe rrugë tjetër kalimi është e pamundur.
Janë bërë betejat mëdha, ku serbët kanë përdorur edhe bombardimet me topë, por pozicionet nuk janë lëshuar. Pikërisht këtu tek shkëmbi i Bobit, ra dëshmor Adem Duriçi. Çishin vijat strategjike. Ky është një term i shpikur nga një francez, por i përdor fort nga qeveria e Beogradit e asaj kohe. Këtë term e përdori qeveria Nikola Pashiçit, e cila në kushtet kur Durrësin nuk e mbajti dot. E vargut malor të korabit i ra rëndësia gjeostrategjike. Kërkonte një kufi të ri dhe për këtë synoi kreshtat e vargmalit Lurës, e që vijonte në jug me Martaneshin deri në Kaptinë më pas luginë e Shkumbinit. Arsye vërtetë e vijës strategjike serbe ishte avancimi sa më në perëndim në mënyrë që dalja në Durrës të bëhej më lehtë. Në këtë linjë, pikat që morën më shumë rëndësi ishin qafa e Bollit, qaf Murra në krahinë e katër grytëve, si dhe lan Lura në sektorin më perëndimor të Dibrës. Këto tre qafa kishin mundësuar në kohë shkëmbimet mes Dibrës e perëndimit të vendit. Rëndësia e qafave rritej në momente të caktuara sipas zhvillimeve politike. Por nga të gjitha këto qafa, ajo e Bollit është rëndësisë dorës parë për tiparet gjeomorfologjike të saj. Ndryshe nga shumë të tjera të këtij lloji në Shqipëri, qafa e Bollit ndan dy luginat një pas njëshme, të Bulqizës dhe të Planit Bardh. Dhe në kuadër gjeografisë fizike, por dhe gjeografisë ushtarake, ky është një rast mjaft i veçantë. Lehtësia e depërtimit është më e madhe dhe distanca për të mbërritur nga Dibra e Madhe në Tiranë e Durrës bëhet më afërt se çdo pikë tjetër. Çeta i bëri veprimet e saj luftarake jo vetëm Bulqisë, por ishte prezente edhe në dy drejtime tjera. E para ajo lugut Peladhis në malin e Bardh, si dhe rruga Kulla e Shabës, Vorret Vrame, Lubaleshu Raspile. Në këto beteja trimat e Bulqisës i koordinuan veprimet e tyre luftarake me kryengritësit e Martaneshit, të Golobordës, Grykës Madhe e Grykës Vogël. Në sektorin verior, nëpërmjet qafës helmes asaj të Kamadhecit, Bulqiza bashkëpunonte me kryengritësit e Grykës Vogël për data Dibrës poshme, duke qenë të lidhur kështu udhëheqës të rezistencës si Elezi Sufi, Ramiz Daci, Ismail Strazimiri, Suf Xhelili, Riza Lusha e tjerë. Dhe në sektorin jugor bashkëpunimi bëi me çetën e Martaneshit e të Grykës Madhe të Golobordës, ku vend takimi ishte në Vorret Vrama afër Tërnovës. Madje ka një betejë të njohur në shtator të 1920-s aty, duke bashkëpunuar me patriotë si Destan Puca, Ali Ilani, Ramiz Alliu, Mersim Dema, Hoxh Muklica e të tjerë. Çfarë ishte kuvendi i Dhoksit? Në visht vitit 1920, por dhe në pranver vitit 21, në Bulqisë zbarkuan drejtuesit e rezistencës, të cilët mblodhen krejt e krahinave në një takim në Vajkal. Këto mbledhje ku ka asistuar Bajram Curi dhe Elezi Sufi kishin trajt në kuvendit dhe janë bërë në konakun e Duriçeve. Aty janë dhënë kryesisht detyra luftarake. Duke parë rëndësinë korridorin që duhej për të sjellë logjistikën dhe për të ndihmuar Dibrën për të përzënë serbin, qeveria e Tiranës i dha përparësi të madhe qafës Bollit. Është fakti i pamohshëm që pas përplasjeve në ngushtë shtator 21-shit në betejën e tretë të Dragunit, tek Kulla e Licit, çeta e Bulqisës e mbështetur tashmë nga 200 forca qeveritare dhe vullnetar të tjerë ka ardhur nga Martaneshi e Mati, i përzun trupat serbe përfundimisht nga Bulqiza. Pas këtij momenti i vëmendja u përqendrua në Lurë, ku me betejën e madhe të ditore të Lan Lurës dhe me fitoren e madhe të popullit Dibrës, Serbia thyet përfundimisht dhe kthehet në kufirin e vitit 1913. Në këto betejë me barbarët serb në Bulqisë ran shumë dëshmor nga Vajkali, Tahir Hasan dhe Adem Duriçi. Nga Drakuni, Sul Shaba me 6 djemtë të tij, Osmanin, Ademin, Aliun, Hysenin, Zenelin, Errahmanin, po nga ky fshat Muharrem Nika, Mustafa Nika, Mali Nika, Muharrem Lici, Ali Lici, nga fshati Dusha Iran Hasan Alla, Hysen Alla, Fez Hupi, Haxhi Hupi, kurse nga fshati Fush Bulqis, Zenel Snalla, Liman Sul Bisha dhe Cen Bajram Daka. Kjo ishte një luftë e madhe për ekzistencë për lirinë në të cilën mori pjesë i gjithë populli i Dibrës dhe ku u shkrua një faqe e larë me gjak për skalitur në historinë e Shqipërisë e që çoi në konsolidimin e shtetit pavarur shqiptar. Ju faleminderit. Faleminderit profesor. Për organizimin e Grykës Madhe në luftën ndaj poshtuesve serb, flet studiuesi vendor Ilir Puca. Përshëndetje organizatorëve, edhe inshallah do kem kom në marë edhe për ngjarje të tjera. Kontributi i Grykës Madhe në vitet 1912-21 kundër invazionit serb. Kujtojmë për të mos harruar. Sigurisht që është e dëshirueshme të trashëgohemi mirë edhe në sipasardhës, por lavdia u përket paraardhësve tanë. Në këtë këndvështrim duhet kuptuar vlera dhe mesazhi i këtij sesioni shkencor, kushtuar kontributit të paraardhësve tanë, të cilët mbrojtën tokën më nga aneksimi slavo-shovinist
e na mundësuan që sot të shprehemi me notat më të larta të krenarisë për të djeshmen e lavdishme. Në të njëjtën kohë me shpalljen e pavarësisë, dolën në skenë synimet aneksioniste të fqinjve. Dibrës, e njëkohësisht edhe Grupës Madhe, ju ra rasti që të përplasin me Serbinë, e cila kishte synimin që të dalë në Adriatik. Territori Grupës Madhe ishte rruga më preferuar për të dalë në qafë bullit e metej. Që në momentet e para, në luftën e Grupës Vogël, e deri në luftën e Landurës, kryengritësit e trevës së Grupës Madhe, në ndërtimin e udhëheqësve popullor, luftuan me heroizëm kundër armikut. Si në luftën e Grupës Vogël, kryengritjet e përgjithshme kundër serbëve të shtatorit 1913, e në të gjitha përleshjet e tjera, morën pjesë shumë vullnetarë nga Grupa e Madhe, e ndonë se serbët dëboshin, ata përsëri risulmonin e ripushtonin teritoret nga të cilat ishin dëbuar. Në çdo rikthim mbi popullsinë e pambrojtur e të pafashme, ushtrohej dhunë e pashembullt, masakrat njerëzore, plaçkitje e dhunime, por populli nuk kishte dorë nga rezistenca e armatosur. Grupa e Madhe nuk i reshti përpjekjet dhe qëndresën e armatosur, jo vetëm individuale, por edhe të kolektive, e këtë e realizojë në kuadër të bashkëpunimit me fqinjët për të krijuar një front të përbashkët antiserb. Ndonë se Dibra nuk kishte vazhdimisht një qendër unike koordinimi e veprimi, Grupa e Madhe nuk rreshti bashkëpunimin e bashkëveprimin me fqinjët. Kjo që në luftën e Grupës Vogël, ku udhëheqësit e saj, Shesula, Tushehu dhe Stampuca, i merë përvizi, koordinuan me Grupën e Vogël, Dëncamin, Hoxhmuglicën e tjerë. Edhe në kryengritjen kundër serbëve të 17 shtatorit 1913, prisit e Grupës Madhe, Tushehu, i merë përvizje dhe Stampuca, koordinuan me Meduricin e me kryengritësit e tjerë të Dibrës së poshtme. Dhe si gjithmonë, Grupa e Madhe largjurm për të mos i harruar e me jehon të pashuar. Me kalimin e viteve, u kalua në një fazë më të avancuar bashkëpunimi e koordinimi, ku u realizua unifikimi i vërmëtarisë së të gjithë trevës dibrane. Kjo u konkretizua në kuvendin e Arsit, në të cilin u zgjodh edhe shtabi luftarak me antarë, Ramiz Dibrën, Ramiz Dacin, Edezi Sofin, Duleman Qelën e Patinit Mat, Isuf Gjelilin, Jeshar Erebara, Ismail Strazimirin, Destan Pucën, Landestanin, Dine Hoxhën, Dine Eizet Bej Maqelara, Riza Lushën, Osman Litën, Shaqi Demën, Dëncamin, Rushit Sinën. Komandant i përgjithshëm u zgjodh Edezi Sofi. Zona e Grupës Madhe dhe Buqizës, edhe sot, ndihen krenar nga që antar i atij shtabi luftarak ishte Destan Puca nga fshati i Godvi i Grupës Madhe. Genialiteti i veprimeve të atij shtabi shkëlqeu me 15 gusht, kur brenda një dite forcat pushtuese serbe u shporrën tek kufirit të vendosur arbitrarisht nga fuqitë të mëdha. Përsëri në fillim të shtatorit 1920, serbët sulmojnë dhe vullnetarët e Grupës Madhe, të komanduar nga Destan Puca, mbrojtën me heroizëm territorin në kodrat e Çerenesit. Përsëri në ditët e parë të janarit 21, patriotët Dibran, e ndërmjet tyre edhe Ramiz Alliu, Destan Puca, Barem Zeneli, u mblodhën në një kuvend në shpellën e Dhoksit në Buqis, që të bisedojnë e koordinojnë veprimet luftarake. Me në fund u zhvillu dhe betejë e Landurës, ku ju dha grushti përfundimtar pushtuesit serb. Të riekspozojmë sot pas 40 vjetësh, që është gosti soni shkencor i vitit 1982, për të përkujtuar periudhën e para 100 vjetëve, që për brezat e sotëm ju takon të jenë stërgjyshrit ose katragjyshrit, e ta prezantosh të plot e me tërë kompleksitetin e vetë, në kuadrë të një aktiviteti me tematik të programuar e me kohë të kufizuar, mendoj që nuk është e lehtë.
Vështirësia qëndron në mos prezantimin e plotë të asaj periudhe, por edhe të mos përfshirjes së aktivitetit të gjithë pjesëmarrësve. Sepse aty kanë qenë komandantët, po të kanë qenë të gjithë shokë, kanë qenë të gjithë vullnetarë. Ajo periudhë nxorri në patriotizmin, atë dhe dashuri, heroizmin popullor, vitalitetin e një populli të trashëguar ndërbresa, rezistencën ndaj dhunës e represionit, që kryen ndaj një populli të pambrojtur, të pafashëm e pa përkrahje shtetërore. Shkëlqeu në atë periudhë genialiteti i një brezi të ushqyer dhe edukuar me traditën e artit luftarak popullor, e që është trashëguar brezave nëpërmjet tregimeve apo këngëve të kënduar në periodat e burrave të Grykës Madhe, që Grykës Madhe, ashtu si gjithë Dibrës, nuk ju kanë munguar kurrë. Treva e Grykës Madhe, si mbar Dibra, e ka në gen aftësinë si luftatar apo dhe si udhëheqës të spikatur. Për periudhën referuese, përkujtojmë me mirënjohje e me respekt udhëheqësit popullor nga Gryka e Madhe, si Sheh Sula, Shehu, Imer Pervizi, Destan Puca, Jakub Cani, Haredin Shehu, Liman Alliu, Bajram Zendeli, Ramiz Alliu, të cilët mbajtën mbi shpatulla barrën e rënd të drejtimit të luftës në krye të shtatërsisë. Njëkohësisht, falenderojmë me mirënjohje e respekt referuesit e shumë, të cilët kanë ekspozuar individ, luftëtar të thjesht apo udhëheqës të spikatur të Grykës Madhe me vlera të theksuara strategës ushtarak, që për hir të mbrojtjes së trullit të parëve përballuan sakrifista të pashemta e shkruajtën faqe të lavdishme e të denja edhe për skenar filmash. Përkujtojmë me dhimbje dhe indinjat për të mos harruar kurrë dhe askush. 44 personat e vrarë nga serbët në Grykë Madhe, shtëpit e plaçkitura dhe të djegura, bagëtit e grabitura dhe gjithçka tjetër që përlau e kreu mbi këta njerëz dora gjakatare serbe. Në të gjithë referencat, që faktisht i keni, i ka libri i cili është përmbledhje e sesionit shkencor, prezantohen ngjarje të cilat me mbresat që kanë lënë në atë madhështinë e papërsëritshme, ju bëhen udhërrëfyes brezave dhe jo vetëm i ndërgjegjësoj për vlerat e këtij trulli, por edhe i motivojnë për të hulumtuar, e pse jo, edhe për të ekspozuar në të ardhmen individ dhe ngjarje. Jo vetëm për kuriozitet, po se jemi mbështetur në një numër të konsiderueshëm autorësh, të cilët rezultojnë në 56 referenca. Po të shtojmë të gjitha referencat, në total bëhen 170 në cilët jemi bazuar për të përgatitur temën referuese. Nga sesioni shkencor i vitit 1982, e deri më sot, rezulton që të jetë shtuar numri i autorëve që kanë hulumtuar, shkruar apo edhe ekspozuar për periudhën e kaluar. Shka dëshmon se është bërë, por ka akoma për të hulumtuar në për arshiva. Referuesit janë të shumët, por do të veçoja akademik Kristof Rashi, Mosje Moro, profesor Beram Xhafi, Gafur Zotë, Zabit Leshi, Fadil Shehu, Sabri Alliu, Destan Rama, e bashkë me to edhe hulumtusin e studiusin e pasinuar Ali Pucën, i cili nuk reshti kurrë dhe la një pasuri për të alakmuar brez mbas brezi. Të gjitha këto kontribute gjenë reflektim në mesazhin e pohimit, se kombi që harron ata që mbrojtën, të mbetet vetë i harruar. Faleminderit për vëmendjen, edhe organizatorëve ju urojmë suksese në të ardhmen. Faleminderit. Për qendresën historike ndaj pushtuesve serb të Grykës Vogël do të flasë zoti Zabit. Gryka e Vogël përvet pozicionin gjeografik ka qenë një mbrojtje fort natyrore e njerëzore
për depërtimin e pushtuesve në thellësi e daljen Adriatik. Kur hartoheshin planet nga gjeneralët të zgjedhur të ushtrive pushtuese, kërkoheshin mjete e trupa luftarake shtesë për rështrimin e saj. Një nga gjeneralet e Turqisë, Fethi Pasha, ka shkruar se Dibra është zemra e Shqipërisë dhe porta e vërtetë e Shqipërisë. Është atje kur do herë. Qelës për i kësaj porte, qelës të kësaj porte janë Qilna dhe Gryka e Vogël. Në prag të pavarësisë Shqipërisë filloi lufta ballkanike. Dibra dhe trojet e saj kërcënoheshin nga pushtuesit serb. Përpara se të ndërmerrin veprime luftarake, qeveria serbe kishte marrë pëlqimin dhe përkrahjen e aleatëve të saj Bullgaria, Malizi dhe Greqia. Me 27 nëntor 1912, Brigada Serbe Bravës bashkoi nëpërmjet Grykës Radikës pushtoi Dibrën e Madhe dhe fshatrat rreth saj. Në vlerësim të situatës, prisit e Grykës Vogël u blodhën 3 herë të zogje në kryesinë e Elias Pashës nga Reka, në Shupenc e Gjurë të Bazhicës, në kujdestarinë e Mersim Demës, i cili u zgjodh dhe komandanti i forcave vullnetare. Sipas Hakis Ermillit dhe dëshmitarëve pjesëmarrës Gjeladin Manjani, Selman Jella, Aqi Fleshi, shkak për fillimin e këngritjes ishte sjellja brutale e ushtarëve serb në fshatrat e Grykës Vogël. Ata grabisin Bakti, organizonin dhunë e terror në radhë të popullsisë varfër dhe pa mbrojtur. Në Bazhicë Osman Çukut i marrin tufën e Baktive. Megjithëse kundërshtimet, ushtarët serb nuk pranohen të linin Baktit. Osmani vrau 4 ushtarë serb dhe kështu filloi lufta e ishte sinjali i këngritjes kundër serbëve. Ushtarët serb i kapi paniku nga shpërtimi i zemrimit popullor, prandaj u tërhoqën në malësi në Maranic, ku ndodhej një pjesë e mirë e ushtrisë serbe, duke zënë pozicione për mbrojtjen e urës të Bojan. Vullnetarët e Grykës Vogël zonë bregun e majtë të Drinit duke mbajtur në kontroll 2 krahat e urës dhe vijën e mbrojtjes Okshatin me e Kalas, Homesh, Shupenc, godat të Qenecit, Viqi, Shtura e Spilës, nën komandën e Mersim Demës, Plumblleshit, Baramshitit, Ilyas Hoxhës, Destan Pocës, Jakub Canit, Tursh Shehut, Liman Alliut të Grykës Madhe. Shkëmbi i Brabiqit dhe ura e Spilës mbrohi nga Dancami. Pas përgatitis me Algjeri nga ushtria serbe ndaj vijës mbrojtëse të malësorve, sulmuan trupat këmbësore në drejtim të urës. Mbi ato u derdh një zjarr i fuqishëm që i detyroi ushtrinë armike të tërhiqej. Një pjesë e mirë u mbytën në drinën e rrëmbyshëm për shkak të shirave që këshillëron e vazhdonin të bishin pa ndërprerje. 3 ditë e 3 netë luftë. U vra komandanti i operacionit Nipi Kral Petrit, Serbisë. Të dëshpëruar serbët për akmarrje tentuan të djegin gjithë qytetin e Dibës Madhe. Për shkak të detyrës si punonjës i muzeut të Dibrës, në vitet 80 kam patur rastin të mbledh disa kujtime nga Irfan Tërshana. Në vitin 1936, Irfan Tërshana të disha në Beograd, në një lagje, pash një tabel me mbishkrimin Dibrska ulica, rruga e Dibrës. U bëra kurios dhe pyeta një plak, pse i thonë kësaj rruga e Dibrës? Më kërcënoi, hakmarrje e Dibrës, më tha. Nga Afrika, unë i thash se jam nga Shkupi. Dëgjoj, tha plaku. Më 1913 tek ura e të Bojanit, në një lëndim të vogël, në jug të urës, kemi varrosur 700 serb. Nga kjo lagje kanë qenë 218. Ne Dibranet na penguan të shkonim shkumbim. Leta din serbet, brez pas brezi, humbjen në luftë me Dibranet dhe shqiptarët. Për sa i përket memorisë historike, pas 100 vjetësh, gjithë edhe sot e shohim se çfarë qëndrimi ka qeveria serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës, i njëjti qëndrim, i njëjti mentalitet, njëjtat metoda, por që nuk është fjala për mbajtjen e qëndrimin tonë, duhet ta mbajmë ashtu siç mbajtën edhe të parë tonë ndaj ushtrisë serbe. Ne kemi qenë në mbrojtje të vendit të Tadeut tonë, jo pushtues.
Ura Topojani dhe ajo e Spilës u mbrojtën me heroizëm. Përforcimi me trupa të reja e teknikë luftarake të ushtrisë serbe nuk dha rezultat, prandaj autoritetet serbe vendosen që në vend forcës të përdorin dinakrin, mashtrimin dhe pabesinë. Serbët kërkuan rrugë nga Vrabiçi për kalimin e ushtrisë të plagosurve për në manastir. Në kundërshtim me marrëveshjen e arritur me Mersim Demen, Shesulën, Dancamin, Hoxh Bugicën, serbët sulmuan Tërbaqin, Viqishtin, Shupenzën, Homeshin për të dalë në shpinë trupave që mbronin urën e Topojanit. Me 2 janar 1913 ushtria serbe doli në vijen Gropa e Ukut, qaf Shtushej, 1 kilometër nga vija që ndate Drinin dhe këtë frontin e parë ure Spilës, ure e Topojanit. E përsia dhe trupat e teknikë luftarake e thyrën qendresën e luftëtarëve, që zunë frontin e dytë tashi, 1 kilometër në vija ajrore më mrapa, e cila ishte ishte hurda e madhe, mali i kishës, qaf mollë gjuras. 10 ditë të tjera rezistencë për t'i dhënë mundësi popullatës të tërhiqen në qaf mur madh e Tiranë. Porosia e Mersim Demës ishte të mbrojmë frontin në mënyrë që të tërhiqen pleqë, fëmijët, gratë në 4 grykët edhe në pjesën tjetër të matit edhe në Tiranë. Ushtria serbe u stacionua në vijen qaf e Murizit, Blac, Gjitec e Kazan e Gjuras për të dalë në qaf mur, qaf bull në të ashtuqytur mbi strategjike. Serbia shpati një amnesti. Pas 6 muajsh popullsia erdhi pranë shtëpive, por nuk gjetën gjithçka të rënuar. Masat represive dhe politika shkolltarizuese që vazhdonte ushtria serbe nxitën patriotët libran të fillonin një lëvizje të re kundër serbe që u shndrua në kryegritje. Me 21 dhjetor 1913 u ngritën u ngritën si një vulkan gjithë fshatat e Dibrës. Se njihet edhe kryegritja e shtatorit. Në udhëheqjen e Lisisufit brenda një dite Dibra u shiru. Ushtria serbe pësoi humbje të mëdha duke u tërhequr nga Gostivari, Gryka e vogël, Gryka e madhe dhe Godoborda i detyruan serbët të tërhiqen në krah të Strugës dhe Tohrit. Gjatë luftës parë botërore, Dibra u kthye në një arenë lufte nga fshinjet bullgar, grek, serb e austro-hungares. Me 4 dhjetor 1915 bullgarët pushtojnë Dibrën e madhe. Fshatrat e Golobordës deri tek zalli i Okshtunit, duke përfshirë Gjoricën e Sherdecit. Vranë një nga patriotët e Grykës vogël Fetat Samin. Serbët vrasin gjithashtu Mersim Demën, një patriot i shquar i luftës kundër serbëve, turqëve, grekëve e bullgarëve. Kuvendi i luftës zgjodhi 4 antarë Dibran deputet, midis të cilëve Ramiz Daci, Dine Maqellare, Dine Dema nga Dibra e Sipërme. Si prisa popullor, ata dhanë gjithçka për zhvillimin e zbatimin e vendimeve të qeverisë Sarasit, në kuadrin e kryegritjes përgjithshme deri në largimin e trupave të fundit të ushtrisë serbe nga Dibra. Masakrat serbe në Grykën e vogël, si në mbar Dibrën, ishin të mëdha në raport me numrin e popullsisë. Nuk kishte kronikan lufta atëherë, për fat të mirë, Haki Sharofi, Haki Stermilli, Balanca, Hasan Balanca, kanë dhënë bashkë në kalendarin kombëtar, edhe Gazeta Shtypja e Shqipërisë kanë disa të dhëna për masakrat që kanë organizuar serbët në Dibër. Unë kam marrë vetëm atë pjesë të Grykës vogël, duke përfshirë dhe ato që tha generali edhe bashkimi përbëjnë atë të tërën, sepse imi përpjek të mos përsërisim njëri tjetrin në këto konferencë që ta zgjasim kohën. Dhe nga Dibra, nga Gryka e vogël, u vran 170 luftëtar, u therën u vran 73 burra, 11 gra, 13 fëmijë. U dogjën 861 shtëpi. U rrëmbyen 2790 dele, 320 gjell, 120 kuaj. 10 familje u strehuan në 4 gryk matë Tiranë.
Gjatë 10 vjetëve luftë u rënua ekonomia, u shkatrua bujësia dhe bregtoria, u vodh pasuria e siguruar në breza. Megjithatë, nuk u përkul Dibrani. Shpirti i tij jadetar, vullneti e vendosmëria për të përballuar çdo agresion, shtypje, intrig e komplot, vetëm heroizmi e dashuria e lirisë patën fuqi për me bë një rezistencë të gjatë. Këto ja forcuan besimin përfitore i cila mbështetin në drejtsinë e çështjes që mbronte. Faleminderit. Të nderuar, flavën tani për të folur do ta kishte një Dibrane e mirë, doktor profesore në Universitetin e Prishtinës dhe të Tetovës, zonja Vezehana Mahmud Hyrsa, pinjolle e familjes së shquar Dema të Humeshi. Për arsye shëndetësore, nuk e kemi prezent. Gjithashtu, studiuesi Gatërbishti, Mehmet Hasani, ndodhet në Londër, e ka sjellë temën dhe përshëndetjen e tij e ka sjellë me video, do mundohemi ta japim në monitor. Tani besoj vllahun e ka profesor teknik. Lavdit përjeshme gjithë patriotëve dhe adhëtarëve Dibran që dhanë jetën për lirim dhe pavarësinë e Shqipërisë. Të nderuar profesor Bajrami, Hajri, general Bardhyli, i nderuar zoti Bashkim, urime gjithë komisionit organizator drejtuar nga shoqatat adhëtare dhe kulturore Bulqiza, Gryke Madhe, Gryke Vogël, Marrëdhënaqe dhe Gollovorda, që na sollën në këtë tubim shkencor sot. Në fakt tema ime është një temë e thjeshtë modeste, duke patur parasysh dhe që unë jam i fundit dhe si i fundit duhet mos ju bezdis, me qëllim që të dalim me ato momentet shumë të veçanta që na dhuron parafolësit. Marrëdhënieshi i vatër e rezistencës dhe e qendresës në luftë për liri e pavarësi kombëtare. Bashkimi i luftëtarëve të Marrëdhënieshit me luftëtarët e Bulqizës e Dibrës daton herët. Ai daton që në kohët e luftrave të heroit ton kombëtar Gjesh Kastriot Skënderbeu, në betejën e Vallikardos e të tjera deri në betejat për mbrojtjen e Dibrës në luftën e dytë botërore që u thiqi nga patriotët Haxhilleshi e Baba Fahim Marrëdhënieshi, e që përshkruar hollësisht nga shkrimtari i madh Hakiston Milli në librin Shtigjet e Lirisë. Studiusi apasionuar Dibran Monir Shehu, duke mbledhur burrën e tregimeve këngëve popullore në variantin e vjetër e të pacënuar që bën fjalë për luftën që zhvilluan nxitët të Marrëdhënieshit nga luftëtarët e Bulqizës dhe të Marrëdhënieshit udhëhequr nga Sheh Feza i Bulqizës kundër ushtrisë Abdipashës në 1862, thuhet: kush e bani pushkën e parë, Salman Mali prej Marrëdhënieshi me staf çakall. Kush e bani pushkën e dytë, Mahmud Leka Marrëdhënieshës me të birë. Kush e bani pushkën e tretë, Baba Shehi veti 12, Marrëdhënieshë Bulqizak, u dozhën në temë e u ndezën në flak. Lufta për pavarësi që i Marrëdhënieshin me qetën e lirisë të ngritur në vitet 1908-1910. Pikërisht në këtë periudhë, Dibra ishte ngritur në këmbë me prisin e njohur të lëvizjes kombëtare shqiptare, Mersin Dema, i cili ranë në kontakt me prisit e krahinave të Matet, Lurës, Lumës, Marrëdhënieshit e Qemnikës. Ky bashkëpunim i ngushtë pohohet edhe në dokumentet britanike të periudhës kryengritjes për pavarësi, ku në njërin prej të cilëve përmendet se rreth 400 burra kryengritës u bashkuan në udhëheqjen e Mersin Demës në Marrëdhëniesh. Studiuesi i njohur, profesor Dr. Ramiz Abdyli, në studimin e tij të thelluar mbi lëvizjen kombëtare shqiptare, duke referuar dokumentave slave, flet për rëndësinë e madhe që patin në këtë periudhë zhvillimin e mëtejshëm të kryengritjes Shqipërisë mesme, mbajtja e një kuvendi në Marrëdhëniesh me 8-10-12, ku morën pjesë përfaqësues të krahinës të Elbasanit, Dibrës, Tiranës dhe viseve të tjera Shqipërisë. Kuvendi hartoi një deklaratë me anë të cilës mbështeti kërkesa adhëtarëve shqiptar për kryengritjet armatose.
Aktivitetin atletare patriotik të Trevës Marrëdhënieshit e gjen përshkruar edhe në fondin personal të Lefnosit që ndodhet në arkivin e shtetit, duke përshkruar momente të punës organizative të kryengrisëve. Në një prej këtyre shkrimeve thuhet: "Të nesërmen morëm rrugën për në Marrëdhëniesh përmes pyllit dhe ku sosëm atje ramte Mehmet Grica, ku ndodhet Irfan Beu. Shtëpia e Gricës, vazhdon shkrimi, ishte nga dyert e parë të katundit Marrëdhënieshit. Kishte një kull guri të fortë me 3 pat e plot frëngji. Gjesa që në Marrëdhëniesh kjo shtëpi ishte qendër e veprimeve të qetave për liri. Ahmet Dagli, duke treguar se kudo ishin në mbrojtjen e Marrëdhënieshit, shprehet: "Pas pak ditën vjen aty në Marrëdhëniesh nga Dibra një batalion shëtitës, ushtarës me topa e mitraloza, për me ndjek komitat dhe ngretën çadrat nga tonë. Ne na dërguan shokët tanë Marrëdhënieshës në malin e Snojit, që ishte një mal me vise që se ka shkel kamë njeriu. Duke na prit patrioti Hasgjoni prej Marrëdhënieshit. Në vjeshtën e vitit 1912, Marrëdhënieshësit u ngritën në këmbë për mbrojtjen e Trevës tyre nga mësynja e ushtrisë serbe. Edhe sot ka vende që në emërtimin popullor njihen me emrin Prita e Serbëve dhe Pritat e Marrëdhënieshëve. Sipas studiusit Vendas Lila, në këto betejë janë vrarë plagosur shumë serbë dhe kanë rënë në fushën e betejës si dëshmor 26 marrëdhënieshës. Këto betejë janë përjetësuar edhe në vargjet e Këngës, në qafë kryz e në qafë të qarit, gurë shkrepa nisën blag, si Saligaci e Kasembepa, ranë dëshmor 26. Për vrimtarin patriotike të kësaj treve të tjerave për rreth Baba Hajdari Marrëdhënieshit dhe Sheh Feza, Sheh Sule i Bulqizës, u vunë shënjestër të bashkëpuzukëve të Haxhi Qamilit. E gjithë kjo periudhë është karakterizuar nga qeverisë pa lëkundur kundër forcave ushtarake serbe dhe atyre regresive vendase. Pas luftës ndaj bandave që kërkon rrëzimin e qeverisë dalë nga Kongresi i Lushnjës, forcat vullnetare të Marrëdhënieshit janë nisur dhe vendosur në trashet e Kaptinës të komanduar nga patrioti Remçela. Aty në zhvilluar luftimi të ashpra kundër ushtrisë serbe, të cilat kishin sulmuar disa herë nga drejtimi i Dibrës. Sipas dokumentave të kohës, sulmi i ushtrisë serbe mbi Kaptinë ka filluar me 10 shtator 1920. Në njërin prej këtyre dokumentave shkruhet: "Pas një përleshje të përgjithshme me serbët më 17 nëntë 1920, serbët arritën të djegin të qenë Marrëdhënieshit në Vallet duke shkaktuar një dëm prej 5200 naplanari, si duke djegur 50 shtëpi dhe duke lënë jashtë 250 banor. Në mbështetjet vullnetare në Marrëdhënieshës erdhën edhe forca qeveritare pasi rënia e Marrëdhënieshit rrezikonte kryeqytetin e Shqipërisë. Kështu, serbët u thyen në Utroqën duke vendosur në vijën Dhëks, Vervjak dhe qafën e Pusë. Në një dokument tjetër arkivor, po në këto luftime thuhet: "Prej liçenit Zi armiku ka hedhur topa në Marrëdhëniesh pa ja dalë. Fuqitë tona morën Kaptinën, të cilat dominon Marrëdhënieshin dhe rrugën e Elbasanit dhe të Tiranës. Sipas tregimit, në janar të vitit 1921, në malin e Dhoksit janë mbledhur atletarët Alezi Sufi, Zia Dibra, Ramiz Daci, Halit Leshi dhe nga krajinë e Marrëdhënieshit ishin Mehmet Grica, Rem Çela, Rem Rushi e Ali Lam. Aty është bërë dhe betimi, hasmit e dushmanit me plumë të nxehtë, me besë shqiptare betohemi së bashku. Dhe të gjithë pjesëmarrësit kanë vendosur duart mbi flamurin kombëtar. Marrëdhënieshi vazhdoi rezistencën e tij ndaj ushtrisë serbe nga mali i Dhoksit në malin e Kaptinës. Ai u doj që u vra e u shkatruar nga barbaritë serbe që nga 1912 deri në 9 nëntor 1921, kur konferenca ambasadorëve në Londër vendosi që të njihej zyrtarisht qeveria shqiptare pavarësia dhe sovraniteti. Kur nuk lëshuan istikamet në mbështetje të një lufte që kishte ngritur në këmbë gjithë Dibrën për liri dhe pavarësi kombëtare. Faleminderit. Në mundësi që të vi, ju përshëndes nga lartë. Përshëndetje organizatorëve për të konferencë shkencore me vlera patriotike e kulturore që i ka përcjellë kufit e Dibrës dhe me vlera e përmasa kombëtare. Një përshëndetje e ju pjesëmarrëse në këtë eveniment të rëndësishëm. Golloborda në qendroi se nevojën ndaj kushtuesve serb në vitin 1912-1921. Golloborda si krajinë e Dibrës ka historinë e vetë të luftrave për pikën e për identitet kombëtar për gjuhën dhe kulturën shqipe. Në momentet e tyre për pikën e pushke kanë pati figurat e veta, simbolet të qendresës së vetëmorimit, si Aziz Liga nga Stendeva, delegati i Dibrës në Kongresin e Manastirit, e së bashku është mobilizën nga ushtuni, e në skoqin nga Ostari i Madh,
kanë qenë edhe përfaqësues në Kongresin e Librit Politik 1999 dhe në Kongresin e Elbasanit Shtator 1999. Me ta u rashtuan edhe patriotët Vasil Keushku nga Klenja i Sërdesani nga Trekishku. Këta patriotë do të bëhen dhe terrorët e parë në ofensivën sërbe në pranverë në vitin 1915 dhe në vitin 1916. Shpallja e pavarësisë u prit me gëzim nga populli Kolovorës. Patriotët u bën në pritë të manifestimit popullor. Në Klenjë Kramuri ngrihen nga patriotja Vishvila, në Serdem nga intelektuali i shquar për informat, në Ushtum nga patriotja Rojmoblica, në Ostrend të vënd nga patriotja dhe Skoqi, në Trebish nga Terziu, në Minare dhe Gjabis në Trebish Baran. Në shtatu dhe terrori në Trebish lider konferenca ambasadore dhe Londër, u përcaktojnë patriotësisht kufinë të Shqipërisë, duke lënë jashtë gjysmën e territorit. Për zonën e Kolovorës kufinë ishte përcaktuar rrjedhja e lumit Drinizim, por lakmit sërë dhe kërkonin mundësi shvita zvezdën, rrjedhja e zallit të Kushtunit, që buron nga Verareka në Steber, e kalon në Borov o Kushtunit Qerenec, nisur dhe nga Dua Bulgarin që flinte në të 6.000 shatra e krau të djatë të rrjedhjes së zallit. Kishin unë përkosisht trajtën e fshatën. Shkume i ishin bërë shatët të rëvash miqisht, bolivisht, i zvit Gjoris, shkuan në Simura në librin Masakrët sërbe në vitin 1913. Populli fshatër në Stebler Borov e Zabzur i bën një rezistencë forcave sërbe në qarshkallë të Unifut në komandën e patriotit Istra Glama, duke u shkarkuar dhe hundje të luarë. Gazeta për Indja e Shqipërisë organë qeverisë së dorës shkuan në titullin udhëtim në Kolovorë në 5 janat 1914 nga zoti Kennedy, misionar amerikan në Korçë, dhe zoti Cilka, përfaqësues i ambasadës bulgare pranë qeverisë së dorës. Pas ngritjes në dimër, një shumë e madhe njerëz filluan të ikin në Elbasan matë në Tiranë. Fytyrat e tyre që pamë ishin të tërgura si vërsive. Boja e tyre tregonte gjëra që veshin nuk i kishin të infektuar. Si mundet një popë që jeton në mes të Evropës të bëjë gjithë ato gjëra? Vrasje, ndjekje, rëmbime, turpërime, natën e parë ditën e zboshtë, ditën tjetër ditën e shtunës. Takuan që familja fshatër e Klenjës Zabzur, i morën me vetë. Në studën hasëm një pare në shtëpi të dy. Në Zabzur vetëm 2 shtëpi kishin. Në një shtëpi vrarë të 2 vëllezër, në një tjetër djegur gruaja me 10 fëmijë. Veselit i kishin vrarë vëllain dhe djegur nënën me 10 fëmijë. Në tutje vllai motër të dy. Në Zabzur zonë vrarë 34 njerëz e djegur 107 shtëpi. Alim gjapa me mësima tim, gjithsej këtërindet, në Serdem britën Islam Shabani, në Sumbani, Rakim Babi, në Zindë Zitim Hajgjimu. Masakra me madhe në këtë kohë është masakra e Kragravën, ku janë vrarë 500 bura graja fëmijë nga gjithë Kolovorë, një gabim më i madh që historiografia shqiptare nuk e pasqyron. Në miqësi britën Peta, Shaban e Ramistan. Në 5 qershor 1920 fillon lufta e Vlorës. Kjo u dha zemër popullsive dhe krajinave lindore të vendit për të ndërmarrë veprim me armatosura kundër kushtues të sërbë për të detyruar të ktheshin kufit e vitit 1913. Patriotët Dibran Ramizdac, Bater Dota Gjabir Dota, Surgjerini e Dan Cani, përfaqësuesi i Kolovorës, organizuan kuvendin e Arasit, ku caktuan komandante e Lezësurit. Në veprimet të menjëhershme shqyrojnë për Shkopia dhe i detyruan soqat të kthehen në kufirin e vitit 1913. Por kundra ofensiva u bën me një terror të paparë në sërbë. Shpërmbajnë 10 fshatra masakrojnë të shkitet dorgjën graja në Dibar. Rreth 400 forca sërbe të komanduara nga mercenarët Gjergj Kostuje dhe Untona rrethuan Stebdeva në shtatë politik në 1920. Stebdeva si 160 burra të krejnë nga vetarët të Debora Gjiu e Ahmed Kaxha, të ndihmuar edhe nga Prove Zarduni, u bën pushka në tërpizet e Teporë, duke i dënuar rënd dhe duke kapur vizet të Dubrovë. Përsëri për Stebdevës të Stebdevës. Ajo betejë librin e historisë si lufta e Stebdevës u shluan mbi 10 burra e sidomos gratë që luftuan për krahë tyre si Nesrije Formaku, Atigje Formaku, Gjytrije Murati, Sultane Hoxha, Fatime Hoxha, Mete Disha dhe brite nënë e Vejit Gjemile Radia Bazi 2 heroina. Popullsia u largua Muargjiu, ku gjetën strehim në Elbasan nga patriotët Akif Pacha Elbasani e në kavaj nga Mustafa Gjani, Baba Faja Martaneshi. Populli këtë qendrese ka përlikuar në këndë. Lasi pushka flak për flak, shok të gjenës u bën me gjakë, po shkon gjaku të kuhue, da u tota ka mbarue, u i le shokët nga të përrua,
stata brava in trattare, gli antichi sacri, alse di Nico Porto Sina Spave Cavasis, devi narrativi che ne cupire, di menangini servi, non capascuor ne custusi serve bulgari. Che ho venuto per la storia matematici, matematicamente ne gustan per custusi serve, per multe ne tersi spazzuare cultura si riuscire, metacini di ricreare e pensati dubbi, come porta per l'ambe di storia, per l'ambe crenari, come porta male buco, cacche di sollicare, rifalinde. Për përshëndetur këtë konferencë, ftoj profesorin Andrea Rrisa. Ka qenë një ide shumë e mirë, ndoshta edhe detyruar, që kjo konferencë të mbahet në Tiranë për ne të shpërmbushur për ne, po që mendja dhe zemrën e kemi gjithë andej. Konferenca sotme, në referatet dhe kumtesat të ndryshme, të mbajtura nga studiues të njohur, si profesor Bajram Xhafa, doktor Bardul Hoxha, Sakip Cami, Bashkim Lami, Adriatik Balla, Ilir Puca, Zabit Leshi, Tiki Kurti, edhe zotin Mehmet Hasani që dëgjuam drejt për drejt me regjistrim nga Londra, trajtuan një gamë të gjërë problemesh, çështjesh, si të betejëvet, ashtu dhe të personave dhe personazheve që kanë marrë pjesë në këtë betejë, po edhe në mënyrën e organizimit të këtyre betejëve, qoftë vullnetare, qoftë të organizuara në mënyra të ndryshme. Kjo konferencë, mendoj se ishte një nderim, si për ngjarjet dhe betejat historike që kanë zhvilluar zona e Dibrës, po i them përgjithësi për mbrojtjen e trojeve tona, për herojt dhe për viktimat që ishin pjesë e këtyre betejave për trojet shqiptare. Kjo konferencë nxit, jo vetëm që nxjerr në dritë mjaft të dhëna, po nxit për studimet më tej, për përthelluar më tej studimet në këtë fushë. Besoj se konferenca ishte një pasqyrë gjerë e luftës që është bërë në vitet 19-21 të shekullit kaluar dhe është për të progresuar që organizatorët kanë menduar që kjo konferencë mos përqendrohet vetëm te Bulqiza, po si shifet në kumtesa, ka të bëjë me gjithë zonën e Dibrës, Bulqiza, Gryka e Madhe, Gryka e Vogël, Maqellare më tutje, por edhe beteja tjera që janë zhvilluar në këtë zonë, pa përjashtuar edhe Martaneshin, i cili herë vjen me ne, herë shkon me Burrelin. Po sido që tjetë duke se zemrën e kak nga ne, se na lidhte dikur kjo teqja e përbashkët. Duke përfunduar, duhet të përgëzoj organizatorët për ide që ka pasur për të bërë këtë konferencë, tash fillim për mua se kënaqësi se nuk e dija do kishim pasur mundësi të shkonim në Burqizë, po në mënyrë të veçantë edhe kumtuesit që sollën dhe hodhën mjaft dritë mbi këtë ngjarje që shënon një kur të veçantë në historinë e popullit shqiptar për luftën për të mbrojtur trojet e tyre. Ju falenderoj shumë. Faleminderit profesor, gjithashtu dua të falenderoj për sponsorizimin e këtij aktiviteti dhe trashëgimitarit e patriotit të shquar Mehmet Duriçi. Duke falenderuar për pjesëmarrjen dhe vëmendjen, unë shpresoj që kjo konferencë të ketë arritur qëllimin e saj. Shpresoj që të mlidhemi edhe në konferenca dhe takime të tjera për të evidentuar kulturën dhe historinë e zonës tonë. Ju falenderoj gjithëve dhe miru takofshim.